A jemi ne gati si vend për të bërë një tranzicion tani të shpejt dhe të plot drejt makinave elektrike, gjë që po e trumbeton e gjithë bota? Po, në fakt është 2030 viti ku edhe ne kemi firmosur si vend për mospasjen pra më të makinave me djegje të brendshme, por vetëm në EV, pra makina elektrike. Në fakt, Shqipëria është më shumë përpara se rajoni, për sa i takon futjes së regjistrimit makinave elektrike, sipas të dhënave të DPSHTR-s, vetëm për 2024 janë 3127 makina të reja all electric të hyra në vend, që do të thotë që diku ke 72.5% më shumë se njëjta periudhë e 2023-shit. Po fusim një kulturë të re në fakt, që ndihmon jo vetëm ambientin, po na ndihmon të gjithëve ne xhepat tan duke kursyer shumë lek për sa i takon jo vetëm mirëmbajtjes, po edhe karburantet. Shmangim karburantin, marrim makina me rrym. A ka shteti politika lehtësuese për ju si biznesbërës në këtë industri, me që juve në një kuptim ndihmoni ekologjinë, ju ndihmoni natyrën? Shteti jon ka hequr TVSH-n. Kjo është politika më lehtësuese që mund të bësh për makinat elektrike, 0 TVSH dhe 0 taksa regjistrimi. Kështu që kushdo që bën llogarinë e tij financiare për blerë një makinë me djegje të brendshme apo elektrike, që këtu e ka 20% më lirë. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.